Një proces votimi I cili nisi I qetë dhe përfundoi I tillë, por edhe procesi I numërimit të votave për subjektet politike apo kandidatët, një shembull për ata të mëparshmit. Qytetarët e Vlorës tregojnë se kjo fusha zgjedhore dhe procesi I votimit dhe numërimit të votave ishte më I qeti dhe më I miri ndër vite, të cilin ka përjetuar ndonjëherë Vlora. Për ta, një proces I tillë bëri që Vlora të fitonte në imazhin e saj, duke të ofruar një tjetër realitet nga fushatat e mëparshme zgjedhore, plot tension dhe mes problematikave. Duke komentuar rezultatin në rang qarku, qytetarët thonë se në Vlorë ai ishte I pritshëm, por përtej rezultatit, ajo se çfarë ka rëndësi për ta është zhvillimi I procesit zgjedhor, por dhe parimet e respektuara nga partitë politike përgjatë gjithë këtij procesi. Po, ma u duke mirë e qep, nuk më duke me I farë kushe dishtë. S'kish problematika, po jo? Nuk ish problematika. Ja, nuk kam gjë gjë. Nuk kam parë gjë. Kam vesh, kam dhe sy. Po rezultatin si eshe? Rezultatin. Shka në tjetë televizorë, ndire, Jo, si e shet ti, si e komenton, si e pret? Pse komentojnë? Populli ja dha, beshe, kujt ja dha, fati dëshirë ja dha. Në mënyrë të qetë dhe të përsosur edhe nga Italia, këto va këtu. Kontributi me aq sa ka mundësi për Vlorën. Dërsa një koment për rezultatin? Rezultati pritjej, ndoshta jo kaq. Po? Ishe të gjitha sondazhet që treguar që do fitonte PS-ja. Me këtë qytetari mendon se fitoi Vlora në zgjedhje? Vlora është treguar shumë indiferente. Me gjithë këto gjëra që janë bërë në Vlorë, tuneli I Llogaras, aeroporti. Duhet kishin votuar më tepër, po thua. Po. Çfarë tregon ky diferentizëm I tyre? Atë e dinë ata që s'ka votuar. Për ty, çfarë mesazhi është? Mesazhi që nëse kërkon ta kritikosh qeverinë, duhet të votosh për të ose të votosh kundra. Po kur e s'voton fare, çfarë? S'ke të drejt fare ti kërkon llogari. Procesi numërimi I votave Normal. ishte I qetë? Vlen të theksojë se përgjatë gjithë fushatës elektorale në qarkun e Vlorës, përgjatë procesit të votimit ditën e diel, por edhe në procesin e mëpashëm të numërimit, prej të dielës dhe deri në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure, nuk ka ndodhur asnjë incident apo konflikt I shënuar, duke bërë që Vlora të ketë një fushatë elektorale të qetë dhe mbi të gjitha pa problematika.